Alarm për gratë, pastrimi i shtëpisë po ju dëmton mushkëritë? Ja çfarë duhet të dini. Përdorimi afatgjatë i produkteve të pastrimit në shtëpi apo në vendin e punës mund të dëmtojë seriozisht mushkëritë, veçanërisht tek gratë, paralajmërojnë studiues nga Norvegjia. Studimi i tyre, i cili zgjati 20 vjet dhe përfshiu mijëra të rritur, tregoi se ekspozimi i shpeshtë ndaj kimikateve të pastrimit shkakton dëmtime të përhershme në sistemin e frymëmarrjes, rrit rrezikun për astmë dhe përshpejton rënien e funksionit të mushkërive, një dëmtim që krahasohet me atë të shkaktuar nga pirja e duhanit. Këto janë të dhëna jashtëzakonisht serioze. Përdorimi i vazhdueshëm i sprejve dhe produkteve agresive të pastrimit shkakton acarim kronik të rrugëve të frymëmarrjes dhe një rënje të vëllimit të mushkërive, theksuan studiuesit. Rezultatet treguan se gratë janë veçanërisht në rrezik, ndërkohë që një rënje e ngjashme e funksionit të mushkërive nuk u vure tek burrat. Kjo mund t'i atribohet ekspozimit më të madh të grave ndaj këtyre produkteve, si dhe diferencave të mundshme biologjike. Produktet e pastrimit shpesh përmbajnë kimikate të ashpra, si amoniaku, klori, i pranishëm në zbardhues, etanolamina dhe komponime të amonit kuaternar. Këto substanca mund të shkaktojnë inflamacion kronik të traktit respirator. Dëmtime të qelizave që mbulojnë rrugët e frymëmarrjes, si dhe të ulin ndjeshëm kapacitetin pulmonar apo të nxisin reaksione alergjike. Thithja e aerosoleve që çlirohen gjatë pastrimit e shton edhe më tej ekspozimin ndaj këtyre substancave të dëmshme. Ekspertët shpjegojnë se gratë, në përgjithësi, i përdorin më shpesh dhe për periudha më të gjata këto produkte, sidomos në ambientet shtëpiake. Përveç kësaj, faktor të mundshëm hormonal apo anatomik, si dallimet në madhësinë e rrugëve të frymëmarrjes, mund të ndikojnë në ndjeshmërinë më të madhe të grave ndaj kimikateve. Duke u bazuar në këtë gjetje, studiuesit rekomandojnë përdorimin e alternativave më të sigurta dhe natyrale, si uthulla, soda e bukës dhe produkte ekologjike të pastrimit. Gjithashtu, këshillohet të kufizohet përdorimi i sprejve në ambientet e mbyllura dhe të aerosen hapësirat gjatë dhe pas pastrimit. Në rastet kur përdoren substanca të forta, rekomandohet përdorimi i maskave mbrojtëse. Për te rekomandimeve për konsumatorët, ekspertët u bëjnë thirrje edhe prodhuesve që të etiketojnë të gjithë përbërësit në paketim dhe që përdorimi i kimikateve veçanërisht të rrezikshme të kufizohet ose ndalohet plotësisht. Edhe pse këto të dhëna janë veçanërisht shqetësuese për gratë. Ekspertët theksojnë se siguria e ajrit të brendshëm duhet të jetë përparësi për të gjithë. Ky studim dëshmon edhe një herë se detyrat e përditshme, si pastrimi, mund të kenë ndikim të drejtë në shëndetin afatgjatë. Është koha që pastrimi të mos përbëjë më rrezik për shëndetin, përfunduan studiuesit. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.